E keni pyet ndonjëherë vetëm pse kanë burrat thithka? Pata ca kundërshtime, goxha kundërshtime, le të themi me videon e dieshme. Ka ca njerëz që nuk i pëlqen teoria e evolucionit, i pëlqen shumë më tepër teoria e Zotit. Se di me thënë drejtën, se kam kuptuar ndonjëherë pse duhet të jetë njëra apo tjetra nga të dyja, pse nuk mund të jetë të dyja, po nëse. Ju që jeni dakord me teorinë e evolucionit, kam një pyetje për ju. Duke bërë shumë që je mashkull, pse ke thithka ti o plak? Muskujt pektorial të gjoksë do duhen gjithmonë, do duhet muskuli, do duhet cica. E kam fjalën për thithkën. Mos gaboj, thithka është një funksion i trupit njeriu që mamit mund t'i japi ushqim bebit, t'i japi qumësht. Ti çdo do japësh bebit, ti nuk prodhon qumësht më plak. Ngjet do të një arsye pse ekzistojnë thithkat e tuaja. Kështu që ose do themi që teoria jote e Zotit pagabushëm nuk funksionon sepse ai paska bën një gabim, ose mund të themi teorinë e evolucionit. Ne kemi qenë hermafrodit dikur, kemi qenë pa gjini, gjithë kafshët lindin shtatzan me 2 gjinit brenda vetes. Derisa i ditë bukur vendosim që qeka më mirë të ndajmë rolet. Unë do i jap ti do e marrësh. Nga ajo ditë tutje unë ndan meshkujt nga femrat, por nuk është se jemi dash të ndam, jemi pothuajse e njëjta kafshë. Edhe çunat edhe gocat janë e njëjta gjë kur shkojnë nga babi te mami. Pastaj mas janë 1 muaj, atëherë merret vendimi, merret brenda barkut mamit. Në fakt ne jemi dash të ndryshëm fare. Të dyja gjinit kanë dhe testosteron dhe estrogen brenda. Dhe për shkak se nuk ka rëndësi çka je mashkull apo femër kur shkon nga babi te mami, shkakton që dy zhvillojnë thithkat, nuk ka rëndësi çka je mashkull apo femër. Vendimi që ky baby duhet të ketë thithka në të ardhmen, me sa duket që ka më rëndësishëm se marrja e vendimit për gjinin e babit i herë. Kështu që prapë mund të themi se ka gabimi i Zotit, ose kështu është evolucioni o plak, siç të thash më parë. Asnjëherë se kam kuptuar pse duhet të jenë të ndamë këto gjëra. Çfarë po mundohemi ju thon, me pak fjalësh, se nëse ju nuk besoni në teorinë e evolucionit, mund të jeni budallëj. Ka mundësi.